kam pas pjesën e kulturës. Edhe mbaj mend që Ilir Shaqirin këngëtarin e kam intervistu të pare. Që intervista e Po, parë. intervista e parë. Dash pa dash, unë jam gjindë diko në 17 vjeqe në gazetën Lajmi, në aso kohë ishte gazeta, nëse nuk gaboj, e Begjet Pacollit në Maqedoni. Gjë që ishte e njëjta në Shqipëri, e njëjta në Kosovë, edhe e njëjta në Maqedoni. Edhe diku 17 vjeqe isha, kom punu aty. Po, jo kod gjatë, një vjetë, muj me thanë, që më mbrapat punësohëm punë shtetit. Kështu që kjo ka qenë ajo dëshira e gazetarisë, dosh pa dosh, jëm gjindë në një mes të gazetarve, kolekti kam pas shumë të mirë, po unë kam qenë shumë e re. Edhe nëse nuk gaboj, kam pas pjesën e kulturës. Edhe mbaj mend që Ilir Shaqirin këngëtarin e kam intervistu të pare. Që intervista e Po, parë. intervista e parë. Edhe atë, masni, do më thonë, mas shumë shkurt kohë, kam qenë edhe në promovimin e albumit e ti këto në Kosovë. Mbrapa kom pas disa intervista tjera Maqedoni me disa këngëtar tjerë, edhe kështu ishte puna gazetarisë. Po ma mbrapa kitë diçka tjetër kom vazhdu, politik, administratë publike, qeveri, investime, e kështu me radhë. Po, pasit pas një start të fuqishëm temi kështu, me një intervjist bashkë me Ilir Shaqirin, si e kujtoni ato emocionet e para temi si gazetare? E ke parasysh periuda e luftës atër. Ishte njëri ndër këngëtarët ma të ndigjume dhe ma të kërkume. Ishte ajo fryma patriotike, kombëtare, ku diun se çka, dhe ishte ikona e muzikës patriotike. Edhe unë kisha nderin ta kem, edhe kisha shumë dëshirë sigurisht që ta intervistoj, edhe pranoj ftesën pa problem, kështu që shumë bukur. Përmende që rastësisht je futur temi në këtë botën mediatike, po si familjet kanë qenë ato ëndrat dhe qëllimet e Fatimës, e ke pa ndonjëherë vetën në këtë botën mediatike? Ëndrat e mia kanë dallim me realitetin të cilin e bëj sot. Ndonjëherë pa dosh, ndonjëherë me dosh, ndonjëherë detyrohesh ta ndrojsh kahjen. Ambienti, politika, Maqedonia, e kupton, se jemi popull i përzim atje dhe ndonjëherë detyrohesh disa gjana të bësh. Po, unë maj men si fëmijë kam pas dëshirë, si e vogël po tema, të jem valtare, ama breakdance, moderne, në atë vallëzimin modern.